Sot do flas për një temë shumë të rëndësishme që mund ta quajmë edhe çështje të ditës, për reformën territoriale, reformën e re territoriale, e cila tashmë pothuajse ka nisur që nga komisioni për reformën që është shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë dhe normal populli i rrjetit, po e quajmë shumë, publiku është shumë më interesuar nganjëherë është më para se sa janë vetë institucionet. Është një temë vërtet shumë e rëndësishme se çfarë do ndodhë me territorin, çfarë do ndodhë me bashkitë, sa bashki do të jenë, cilat do të shkrehen, cilat do të jenë, çfarë konfigurimi do të ketë se cila bashki. Nganjëherë flitet vetëm për numra dhe gjithë artikulimi i gjithë njerëzve, i publikut, por sidomos atyre që janë të interesuar në politikë, pra edhe në politikë bërje, por edhe në politikën që quhet politika e ekzekutimit ose administrimit më saktë, janë të interesuar se sa bashki do të jenë, si do të jetë bashkia Mirditës, si do të jetë bashkia Lezhës, si do të jetë e Matit, si do të jetë e Dibrës, e tjerë me radhë. Unë du të ndalem pak këtu te Mirdita për të bërë një apel shumë e rëndësishme që të ketë një akordim të mirë, edhe të politikës lokale që është tu, por edhe të ndërveprimit me politikën qendrore, përmes deputetëve, përmes të gjithë atyre që kanë ndikime politike, por mbi gjithat atyre që kanë ndikime intelektuale. Është shumë e rëndësishme kjo. Kjo nuk bëhet dot thjesht brenda një formacioni politik, as brenda një rrethit të ngushtë njerëzish, dhe aq më tepër brenda interesave, pra në qarkun e interesave të ngushta, personale ose të grupimeve të ndryshme. Kjo do të ishte një vrasje e madhe, absolutisht, po e fusën në thojza, por një vrasje e madhe për të ardhmen e rajonit tonë, për të ardhmen e Mirditës. Ndaj, sa më shpejt dhe sa më parë, duhet të ketë një bashkëpunim të gjithë aktorëve që janë këtu. Natyrisht ju bie detyra atyre që i prind politikës, të dy krahët politikë dhe të tjerë që janë prezent në Mirditë, por i takon drejtimit, drejtuesve të bashkisë dhe të gjithë organizmave shoqëror që ka Mirdita, rrethit intelektual të saj, që ka jo vetëm Mirditë, por edhe gjithandej, të atyre që kanë qenë në pushtetin vendor, që kanë drejtuar, ose që janë deputet dhe që kanë qenë me eksperjenca, sepse Mirdita ka patur goxha eksperjenca dhe ka patur njerëz me ndikime, jo të pakta, dhe përfaqësues të lartë në qeverinë shqiptare që kanë bëjnë me pushtetin vendor. Pikërisht duke parë të mirat dhe të metat e reformave të kaluara, është krejt normale që të gjitha ata njerëz që kanë kaluar eksperjenca, por edhe drejtues pushtetit vendor, sepse të jemi qartë ka patur drejtues shumë të mirë, drejtues me integritet, drejtues edhe të ditur, por që shpeshherë kanë bërë diferenca dhe kanë qenë pjesë e fortë e drejtimit vendor në të gjithë strukturën e Shqipërisë. Kështu që ata duhet të ftohen dhe të krijohet një mozaik shumë gjyrësh, po sidomos intelektual ka shumë rëndësi kjo. Gjithashtu duhet të tërhiqet mendimi i publikut. Sot ka mënyra për të tërhequr mendimin e publikut. Një nga mënyrat më efikase është edhe mënyra e tërheqjes përmes rrjeteve sociale. Njerëzit mase kanë arsye ndryshme, se nuk do vijë as nga Amerika, as nga Kanadaja, as nga Gjermania, as nga Italia, për të ardhur në një tubim ose një takim që mund bëhet për reformën territoriale në një sallë këtu. Ama ka një gjë tjetër, se është kjo salla e madhe, salla e rrjeteve sociale. Dhe kjo, nëse do kemi një grup i cili të jetë një grup i cili të tërheqë këto mendime, pra që tani të formohet kjo, të tërheqë këto mendime, është krejt normale që do kemi edhe një spasjo më të gjerë këndvështrimesh. Dhe kjo do ta bënte më të dobishme. Njëherë duhet të tatohen edhe zonat ndryshme për të cilat fliten se mund të jenë dhe duhet të jenë me Mirditën, sepse kjo Mirditë që është boshatisur me të numër shumë të vogël dhe me një rrudhje të frikshme të numrit banorëve. Normal që një bashki nuk mund të ekzistojë pa numër banorësh. Atëherë është një nga variantet që flitet shumë është pikërisht shkruar tek kufin tradicional. Por megjithatë nuk është thjesht kufin tradicional. Tu problemi është i kompetencave, problemi është mënyrës së menaxhimit. Problemi është sepse flitet për një Mirditë, pra një bashki që nesër pas nesër do të jetë në kuadrin e gjithë bashkive të Shqipërisë, që është në një plan tjetër sa i përket raporteve me Bashkimin Evropian.
Dhe kjo nuk bëhet më me pralla dhe nuk bëhet më me politikë, nuk bëhet më me grupacione njerëzish, por do të jetë mënyra se si operohet në të kuadër me projekte me burimet njerëzore të sakta dhe të pandikura politikisht dhe jo të këndvështruar si armiq që shpesh herë kemi dëshirë të këndvështrojmë specialistët e mirë dhe t'i largojmë nga mirdita. Nëse ka moment për të bërë një kthes të madhe, edhe një katarsis politik, shoqëror, social, për burimet njerëzore është ky moment. Natyrisht, unë personalisht do t'jap kontributin tim që rrjedh edhe nga afishimi publik që bëj përmes mediave të ndryshme, dhe këtë unë do ta vazhdoj, qoftë në rrjetet e mia sociale, por mbi gjitha dhe në emisionin që drejtoj në Lezhë në Akrolis TV, që është emisionin Kuvend, dhe jo pak puntata do ta lëj pikërisht diskutimin për reformën e re territoriale. E kam filluar që sonte në darkë në orën 20, ju do mund të ndiqni një bisedë që unë kam bërë në 2 plane. E para, unë nxitem nga kumtet e ndryshme që shkruhen. Pra një individ hedh një ide për bashkinë e re që mund të bëhet Mirdit ose në Kurbin ose një rajon tjetër. Dhe në këtë rast kam diçka nga Kurbini, më pëlqeu sepse ishte shumë racionale, edhe ishte një gjë e cila absolutisht mund të jetë në tavolinat e të komisionit atje të reformës së re territoriale. Më pëlqeu edhe diçka që kishte shkruar gazetari i ri Fatjon Gjinaj, dhe kam nisë emisionin pikërisht me këtë. Pra thjesht ai e ka hedhur në rrjet duke kërkuar mendimin e të gjithëve si mund të bëhet një grup i mirë, këshilluesish që të flasë për këtë edhe Mirdit me miritor përfaqësues nga të gjitha zonat. Dhe kjo i ka kaluar pikërisht edhe komisionit atje, dhe për cilën është folë në një mbledhje para pak ditësh pikërisht nga komisioni, domethënë thjesht kjo kërkesë. Pra këto janë kërkesa komunitetesh, që normal vinë nga njerëzit që kanë lidhje me median, janë më të afishuar publikisht dhe me radhë, por edhe njerëz thjesht, pse jo. Pra kjo ka qenë dhe do të jetë deviza ime për të operuar me emisionet që kanë bëjnë me reformën e re territoriale. Dhe nga ana tjetër normal që do kem specialist. Edhe kësaj radhe kam një specialist shumë të mirë që do ta ndiqni sonte dhe besoj që është një bisedë shumë e mirë. Është hapja e kësaj tematike përmes emisionit në Kuvend, por që do të vazhdoj normal. Unë merrem dhe me gjithë rajonin dhe kjo është e rëndësishme sepse është dimensioni i këtij emisioni, por gjithsesi Mirditës do t'i kushtoj vëmendje të veçantë, do të kenë mundësi të flasin gjithë të tjerë, por e theksoj me sinqeritet. Me sinqeritet dhe jo me diskutu thjesht për interesa grupacionesh dhe për interesa private të individëve, të cilët duan apo nuk duan pushtetesh gjë tjetër, por që të paktën e metojnë këtë gjë. Dhe më mira është që ne të fitojmë një bashki e cila nesër pas nesër të ekzistojë fort dhe të performojë fort në atë që quhet tregu i bashkive, sa i përket projekteve që vinë nga Bashkimi Evropian. Na ndiqni sonte në orën 20:00.